Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha gjatë një takimi me mbështetës të Partisë Demokratike në Baldushk ka deklaruar se fermerët shqiptar do të kenë vëmendjen e shtetit, duke u subvencionuar ajsa fermerët në vendet e rajonit. Berisha tha se fermerët shqiptar sot subvencionohen 1 euro, ndërsa në vende si Kosova dhe Maqedonia e kanë këtë mas 5 herë më të lartë. Në zonën rurale punësohen rreth 500.000 shqiptar dhe kjo zonë jep rreth 19% të prodhimit të përgjithshëm të vendit. Në këtë aspekt, asnjë sektor nuk është më i rëndësishëm se sa sektori i bujqësisë në Shqipëri, tha ndër të tjera Sali Berisha në fjalën e tij. Ne premtojmë se do t'i subvencionojmë fermerët me të njëjtën masë si vendet e rajonit. Është vërtet që ka tokë pak, kjo është e njohur, por Shqipëria ka tokë pak në rast se marrim parasysh fushën, ulësirën bregdetare dhe fushën, por nëse kemi parasysh që toka e Shqipërisë në të gjithë territorin e saj është një tokë shumë pjellore, është një tokë në tërësi plot ujë, është një tokë që prodhon dhe vetëm injorimi i saj ka bërë që të dalin sipërfaqe tokë pa frut. Nuk ka tokë më pjellore se tokën e këtij vendi. Ndaj dhe për ne sektori i bujqësisë dhe bujqësia, ju e shifni që kjo qeveria ka harruar fjalën bujqësi fare, se kjo nuk i përmend fare, është një përparësi shumë e madhe. Bujqësia gjatë këtyre viteve psoi një rrokullisje të vërtetë. Rrokullisja e saj erdhi sepse qeveria në vend se të shtonte nga viti në vit subvencionet për fermerët, çdo vend që mendon dhe dëshon të zhvillojë bujqësinë, pa përjashtim çdo vend subvencionon fermerin. Subvencionon fermerin, mbron fermerin, i jep atij mundësi të ketë sukses në punën e tij. Por kjo nuk ndodhi. Në rast se ju merrni këto 12 vite, numri i baktive ka hapësuar rënjen më të madhe ndonjëherë në histori. Prodhimi bujqësor këtë vit ka rënje të qartë, por prej 4-5 vitesh në tregjet tona 80% të zarzavateve, frutave, prodhimeve tjera vinë nga jashtë dhe nuk janë shqiptare ma. Doktor Berisha, populli i Baldushkut ka shumë detyrim ndaj jush. Pse? Në këtë rrugë këtu nuk kalon të traktore me zinxhir myten balt. Nëse u po të mundur, kjo që të sillni asfaltin. Veç kësaj, në kohën tuaj hante datë si petlla, ndërsa sot sa mas ne. Nuk më le pa përmendur punën tuaj, po edhe ish kryetari Elmel Muça ka qenë djalë me guxim dhe me vizion. Sa qej për 8 vjet e boni Baldushkun s'ka më mirë sa nuk është bërë që në 92-shin. Ai është edhe njësetori që në boni rrugën neve. Se këtu nuk ishte për të bërë njëri rrugë as 300 vjet, as për nipat e stërnipat tonë. Prandaj ai ka merita shumë. Garantoj se këto që shtruhet, ne do t'i zgjidhim. Edhe rezervuarin, edhe rrugën dhe rrugë të tjera edhe njëherë.
parimi ynë është i palkundur. Ne zonën rurale do t'i japim infrastrukturën që kanë lagjet e qytetit. Dhe po punonim shumë në këtë drejtim. Ka komuna të tëra të cilat janë të asfaltuara krejtësisht, kam shkuar në Xhavzotaj dhe Agim Hoxha, kryetari komunës, Xhavzotaj mire kam po. Nuk më ka mbetur gjë pa asfaltuar, tha. Dhe ne e ndiqtim këtë, ne do të estim. Kjo është e domosdoshme. Ky 2013 unë tha rrugë do t'i çoj tek parcelat. Se janë rrugë këto, tha, rrugë që do bëj unë, tha, do ja u çoj tek parcelat e prodhimit. Në mënyrë absolute përveç zgjerimit rrugës Surrelit, nuk di të ketë ndërtuar 2 kilometra rrugë në fshat ma. Po, atë më duket e ka zgjeruar atë të Surrelit. Po.